Keni dëgjuar për çajin e hudhrës? Zbuloni arsyet shëndetësore përse duhet ta pini atë çdo mëngjes. Siç mund ta keni mësuar fal artikujve të ndryshëm, hudhra është një antibiotik natyral dhe shumë i pasur me antioksidant. Këto vlera çlirohen shumë mirë në çajin e hudhrës, që mund të jetë më i lehtë për tu konsumuar për ju çdo mëngjes. Ja disa nga vlerat e jashtëzakonshme të çajit të hudhrës. Njerëzit zakonisht e kanë të vështirë të hanë një thelbi hudhër në mëngjes dhe ky çaj lehtëson përvetësimin e vlerave të jashtëzakonshme të hudhrës. Konsumimi i këtij çaji si pjesë e një regjimi të shëndetshëm ushqimor mund t'ju ndihmojë të humbisni peshë në mënyrë graduale. Çaji përshpejton metabolizmin, por dhe ndihmon trupin të tresë yndyrnat e tepërta. Çaji përbën një mënyrë efikase për të përmirësuar shëndetin e zemrës. Sipas të dhënave, ai stimulon qarkullimin, ul kolesterolin dhe shmang arteriosklerozën. Sikur të mos mjaftonin këto vlera, një filxhan me çaj hudhre ofron vitaminën A, B1, B2, C, por dhe shumë antioksidant. E fundit, por jo nga rëndësia, çaji hudhrës është një antibiotik natyral që shmang virozat e stinës. Besohet se në lashtësi, ushtarët grek pinin çaj hudhre pas betejave të tyre për të kuruar infeksionet e mundshme. Por si mund ta përgatisim në kushtet e shtëpisë çajin e hudhrës? Përbërësit për të janë: një thelpi hudhër, 250 ml ujë, 3 gram xhinxherfil të grirë, një lugë gjelle me lëng limoni dhe, sipas dëshirës, një lugë gjelle me mjalt për ta ëmbëlsuar. Përgatitja: zieni ujin dhe ndërkohë prisni hudhrën në grimca të vogla. Pasi uji të marrë, shtoni në të xhinxherfilin dhe hudhrën dhe lërini të ziejnë për 15-20 minuta. Më pas, hiqeni atë nga zjarri, lëreni enën mënjan për 10 minuta të tjera. Kullojeni çajin dhe në të shtoni lëngun e limonit dhe mjaltin për ta ëmbëlsuar. Mos u shqetësoni për aromën e keqe të hudhrës. Përfshirja e xhinxherfilit dhe limonit do të zhdukë erën e fortë të hudhrës nga goja dhe ju do të merrni vetëm përfitimet që ajo ofron.